Situata në thertorët dhe dyqanet e tregtimit të mishit në rajonin e Shkodrës është përmirësuar. Kjo bëhet e ditur nga inspektori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Hamdi Mlloja. Për mendimin tonë, më mirë është situata me mishin, janë kontrolluar të gjitha dyqanet, monitorohen herë mas here. Tendenca është për të kontrolluar gjithë therrjet, për pas parasysh që të gjithë kalojnë nëpërmes thertorës dhe mjekut veterinar. Pajisen me një certifikat veterinar dhe vul mishi. Megjithatë, ka patur raste kur janë vënë gjoba për mos plotësimin e kushteve në tregtimin e mishit. Janë bë disa herë këto monitorimet, janë pasqyru, në përgjithësi nuk ka probleme, përveç problemit herë mas hershëm të merkatit e rusit. Ato dyqanet vazhdojnë me pas atë problematiken me bashkinë, shprit ndërhyrja, si më thonë, edhe por ne kena rujt gjithmonë kontrollin e subjekteve, kena rujt kontrollin e origjinës mishit, vulen. Për arsye që me pas një origjinë saktë në rast të ndonjë problematike që mund dalin gjatë konsumimit të tij. Ka pas raste edhe të konfiskimit edhe të gjobave që janë për këto shkeljet që janë konstatuar në rastin e mos pajisjes me vulë dhe certifikat veterinare të mishit. Kontrollet do të ushtrohen edhe në pikat e shumicës ku rreziku mund të jetë edhe më i madh. Programohet puna që krahas realizimit të planit, realizohen kontrolle edhe në to pikat e shumicës ku ka një përqendrim të popullsisë në drejtim të blerjes së produkteve me origjinë shtatëzore. Fokusimi jonë është më i madh tek kushtet e rujtjes edhe të tregtimit, njëkohësisht edhe tek origjina. Pajisja me dokumentacion të gjitha produkteve që origjinojnë nga kashtë. Gjatë vitit kaluar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shkodër bëri në total afro 2500 kontrolle duke vendosur edhe 96 gjoba, gjë e cila ka ndikuar në përmirësimin e kushteve të tregtimit dhe produkteve të ndryshme.